Por rasti i Ervis Martinajt, si lidhet në këtë rast? Ju mendoni se është një tentativë për të shpërqendruar vëmendjen, apo ka një lidhje tjetër që është bërë edhe shumë mediatike në këtë kohë, duke qenë se jati i tij pra që depozituar për ta shpallur atë si person të zhdukur? Këto janë, këto personi i zhdukur, personi i asaj nuk ka lidhje fare me hetimin. Ai që e shpalli dhe që e bëri kërkesën, domethënë ishte vetë Rama, sepse Rama ka pasur konflikt edhe personal me të, sepse ai ishte një shtëpi atje dhe ky kisha sepse dilte Ervis Martini para këtij apo pse bllokonte rrugën, se deri këtu shkojnë ta. Deri në këtë pikë shkojnë. Por ajo që është kryesorja është çështja e lërat fatit e llotove, pasteve dhe tash. Këto marrja e tyre patjetër kërkon që të zhdukesh, por çuditërisht po ta vesh re lërat vazhdojnë akoma, ato pastet vazhdojnë akoma me internet, me telefona, tash këtu jetoj me shoku. Lërat e fatit po vazhdojnë. Dhe nuk e di, domethënë, Ervis Martini mos kujtoni se ishte një person do si do të themi, sepse tek e fundit ai kishte ndërtuar një perandorit vetëm, ai kishte ndërtuar një perandorit, po duke qenë i lidhur shumë, qoftë me policinë, qoftë me ministra, apo dhe nuk ishte një me politikan, nuk ishte njëri, domethënë, i pambrojtur në këtë pikë apo i palidhur, dhe të gjithë veprimet e tij janë të lidhura me politikanët. Nuk është sepse patjetër në Shqipëri, po si që i lidhur me politikanë nuk mund të jetës përpara, nuk mund të ndërtojë absolutisht asgjë. Kurse kjo pjesa pastaj pse ka kërkuar jati, unë thash, atë unë thash të drejtën për ta kërkuar zhdukjen e tij e ka vetëm familja, nuk e ka kryeministri i Shqipërisë. Dhe t'japi llogari këta ku është e ku s'është. Ky kërkon t'i bëj paraprit përpara, t'i kërkoj që dali gjërave më përpara. Po është shumë e vonuar sepse tash hetimet dosit kanë hecur dhe pavarësisht çfarë thonë çfarë bëjnë, po unë u kam thënë edhe prapë u them Ervis Martini në Shqipëri është ta gjej ta se ku është. Sepse nuk ka mundësi të zhduket në ato lloj formë pa lënë asnjë lloj gjuhë, sepse sado që mundohet gjithmonë të kelet të gjuhë, kelet të gjë, ka qenë me personat natën e fundit ka qenë durës me personat të tjerë, dhe unë jo pa qëllime tash pyes Vajnjush Dakun ku ka qenë natën e fundit dhe ta tregoj. Eskorta që e kanë shoqëruar. Janë gjithë, domethënë nuk mundet në këtë lloj forme siç e bëjnë këta, sigurisht një njeri i pambrojtur, pa njeri, pa gjë dhe ushtu. Mund të jetë malëzi, mund të jetë ngotak, po nuk ku është. Në ceti. Dhe është këta i dik shumë, domethënë ajo pjesa sepse edhe Ervis Martini di shumë nga të gjithë këto aferat që janë bërë dhe ai ka qenë pjesë e këtyre dhe i di shumë gjëra, ka qenë i lidhur qoftë me bandat, qoftë me ministrat, pra ne du t'jek shumë çështja e Ervis Martini, pra ne duhen edhe ta nxjerrin në këtë lloj forme. Kështu që nuk kam asnjë pikë dyshimi që prandaj themi dhe ngul këmbë gjithmonë tek ajo që mafja është ajo që ka ndërtuar mafjen do ta drejtojë dhe mrena mafjes pastaj ka konkurrencë, ka vrasje, ka goditje, ka çdo gjë domethënë mrena kësaj organizate ka çdo gjë. Dhe ky është pjesa më kryesore e organizatës. Dhe unë jo pa qëllim kam thënë që me Gonigali nuk është se kapi me Gonigali, është me Gonigali që ka kapur Ramën, sepse Rama është kryeminist. Domethënë Rama ka pas gjithë informacionet që mund të shiste edhe mund të jepte me Gonigali, sepse absolutisht pavarësisht nga idiotësiat që thonë ta se me Gonigali ka ndikuar për të sulmuar opozitën, për të bërë këtë, për bërë këta palavra rrugës që hanë aty flitet për sigurinë e Amerikës dhe për të gjithë informacionet që ai merri shet tek kinezët e rusit nuk është kaq e thjeshtë domethënë sa e bëjnë këta. Se këta e qizi me Gonigalin sigurisht i dosi që ka marrë ca lekë ai për të nxjerrë non grata të ishën apo për të luftuar Lunin apo për çfarë të kam prallë nuk janë këta.
Ai ka probleme tjera, ai ka marrë informacionet, sepse ky është kryeministër dhe ky ka të gjithë informacionet i kanë zyrë. Se tjerë, domethënë kryeministri, presidenti, kryetari i parlamentit që marrë biles presidentin me kryeministrin kanë më tepër informacion nga të gjithë. Kështu që nuk kemi të bëjmë me këtë. Kemi të bëjmë thjesht me një person i cili kërkon në çdo kusht të sigurohet për viktimat, domethënë a janë gjallë, janë gjallë, janë këtu, janë këtu, se e di shumë mirë që njerëzit do dalin, do flasin, do bëjnë, thash kjo është më tepër për sigurinë e tij se sa për Bismarckinin, a është këtu apo s'është, ai ka thjesht për sigurinë e tij. Zoti Merkoçi, para se të dilte lajmi mbi Belinda Ballukun, pra që është marrë si personën hetim, ka pasur një përplasje midis Sali Berishës dhe Tom Doshit, ku Berisha deklaroi fillimisht se Tom Doshi është arratisur për t'i shpëtuar Spakut, dhe më pas Tom Doshi nxori një foto që tha jam mes Tiranës. Ndërkohë, në fillim të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha tha se këtë informacion e kishte marrë nga Spaku dhe më pas deklaroi se Spaku i bie që të jetë qendra kombëtare e shpifjes. Ju në këtë rast si shikoni këtë lloj përplasje e cila doli vetëm pak para se Belinda Balloku të deklaroi si person i marrë në hetim? Sepse Toma merret me ndërtimin për lejet, për veprimet, për aktivitetin e tij, domethënë si janë marrë leje, si janë bërë leje, kush tek qoftë me Erioni, qoftë me Edi Ramën, domethënë patjetër se vetëm ata mund të jepin lejet edhe mund të bëhesh qoftë edhe për atë vrasje që u folën atëherë me atë durim pamin që ishte i lidhur presidenti, ishte i lidhur to se sa të vërteta janë sa të bërë. Por Toma ishte për të ikur, Toma kishte ikur kos, kishte nevojë ta thrasin Spaku, Tomën edhe të ikë Toma, se Toma tek e fundit e tij. E di se kush është, dim veprimtarinë e tij dhe kështu që nuk është kjo se ikur Toma sepse e thirrri Spaku. Këto janë lojra, domethënë show që kërkojnë të bëjnë. Është nëse Berisha e merr informacione me Spakun, atëherë Berisha nuk duhet dalë të shajë Spakun aty. Ta quhesh organizatë kriminale, këtë rrjedh ka informacione, nëse rrjedh informacione atëherë tregoj se kush e ka dhënë informacionin e Spakut edhe kaq gjë. Nuk ka ndonjë problem madh. Por më vjen keq që merren akoma me këto lloj nuk përbën lajm kjo se Toma ishte apo nuk ishte, iku apo si iku, erdhi apo iku. Ato janë çështje të drejtësisë edhe nuk besoj se i takon opozitës në këtë që ka halle shumë të mëdha, ka gjëra shumë të mëdha për të bërë, duhet bëjë detyrën e saj si opozitë një herë, jo ajo detyra për të marrë dhe për të bërë këtë lloj deklaratesh, këtë lloj lajmesh. Nuk janë Berisha nuk është zyri investigative që mund t'japi këto lloj lajmesh. Para thjesht mund t'i japi një gazetar, mund t'a rizëllën shtypje, po jo ai si kryetari i opozitës. Se del blofi, e kuptoj dhe nuk e di se çfarë të ngjelet pastaj. Edhe ka dhe një moral këtu në këtë pikë. Kështu që më duket se duke humbur ato argumentat, duke humbur kauza për të ndërtuar kauza, duke humbur alternativat se si do zhvillohet, si do bëhet opozita, tash sikur do nxjerrë, do shpëtojë që se ikur Toma dhe erdhi Toma. Këtu nuk ka ndonjë problemi, është çfarë do bëjë opozita, Berisha duhet tani të deklarojë çfarë duhet bëjë opozita, se dhe pse është tërheq nga zgjedhjet, duke ka fal zgjedhjet e Ramës, domethënë nxjerrja e një kandidati të tillë si Floriani nuk është ide për të drejtuar Tiranën dhe ale do ta humbi. Ky pse është tërheq nga opozita dhe vetë Partia Demokratike pse është tërheq. Pse nuk ka dhënë shpjegime, pse nuk kandidoi vetë. Ka shumë Berisha për të folur, nuk mos dali ke Toma. Se thash deri sikur po bën paska një lidhje Berisha brenda Spaku që merr informacione. Nuk e di se Spaku jep informacione të tilla. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.